Deputeti Dritan Sheu ka akuzuar qeverinë se ka braktisur shqiptarët në mes të konfliktit me lindjen e mesme, më saktë rreth 3500 shqiptar. Jeni dakord me të? Në fakt, ne i trajtojmë çështjet në aspektin e sigurisë. Dhe kujtojmë që Shqipëria zyrtare duhet të kishte vendosur kontakte e vazhdueshme me qytetarët shqiptar të cilët janë të vendosur në vendet e ndryshme të lindjes mesme, sidomos në Emirate, ku fokusi më i madh i shqiptarëve është në atë zonë, në mënyrë që t'i ofronte mundësi të sjelleshin apo të siguronin transport për të sjellur në brenda territorit shqiptar. Ne pam një përpjekje në Maqedoninë e Veriut, ku mbrëm një aeroplan atëruar, ka sjellur një numër të madh të qytetarëve të ndryshëm nga Dubai, dhe besoj që kjo praktikë dhe kjo formë duhet djegët edhe nga Shqipëria, Kosova. Edhe pse si thash më parë, numri i shqiptarëve të cilët nuk po flas vetëm të shqiptarët e Shqipërisë, por përgjithësi të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, apo edhe pjesëve tjera, mund të kaloj në gjithë lindjen e mesme në pikë 200.000 persona që kanë filluar, po them, nga vitet e 90 për të jetuar atje, ndërsa numri i personave shqiptar që jetojnë në lindjet mesme po të vjetra është shumë më i madh.